Alieri më në fund mas hyhy 9 muaj sa mren pa fol, shqyr që ju dha rasti ta shpreja dhe që ka për mren. Aksion! Të nderuar antarë të gjykatës, të nderuar, shumë nderuar kryetare të gjykatës, unë kam vetëm një kërkesë për ju. Are, dilën tem, se s'ke shumë kohë. Kam pritur plot 9 muaj për këto 9 minuta kohë që më dhatë për të folur, po dua aman veni dorë në zemër. Çfarë njerëz jemi tani se bëjmë ndonjë gabim? Po. Tash nuk është. Ç'a thua? Besoj se unë kam kuptuar gabimin, 9 muaj ka të mjaftuar, se po zhinjemi, po tretemi aty brenda tash. Mendoni sikur të ishit ju aty në vendin tim. Pastaj ja se voza, e zem. Po e zem. E zem se pas kam vjedhur. Okej, e kuptova, më fal, tani njeriu fal, kur të falësh është hyjnore, të gabosh është njerëzore, apo jo? Po ashtu është. Po mendoni për mua, nuk jam për burgun. Unë nuk bën ndonjë arrest shtëpia në institutin paraqitjes. Le që nuk ndihem mirë njëherë, më merret mend, kam rruf, temperaturën e kam më shkon 37,5, ju lutem. Po fillojmë edhe veset, kam filluar rakin, aty kam pirë 60 kg raki deri tani. Nuk arritet 9 muaj, 60 kg, pjesim për 9 për 60, domethënë bie nga gjysmë kg raki në ditë, po jam unë për raki, nuk jam për atë punën tash. Jo vallai si. Mua burgu më ka shndëruar totalisht, nuk po e njoh më veten. Aman mendoni si për veten tuaj, si për një njeriu tuaj të afërt. Edhe 10 sekonda. Futa me të qartë se nuk se kam emocione. Më zëtë. Më zëtë, si do marrëm këtu emocione. Ma e vetëm më të zemër. Po pse më ku do më shku ti? Fika mikrofonin fare, fika mikrofonin. Të shkoj dhe unë në shtëpi se nuk kam marrë 9 muaj që vlet. Po s'na çmene më rëlla.